Qeveria Kurti na dilte me numrin më të lartë dhe më të madh të shkeljeve që ja kishte bërë Kushtetutës së Republikës Kosovës. Ne ende kemi me një farë forme qeverinë dhe kuvendin që nuk i ka eliminuar këto dobësi të këtij ligji. Kushtetuta duhet detyrimisht të respektohet nga autoritetet e shtetit, se kushtetutën nuk mund ta shkelin qytetarët. Kushtetuta e Republikës së Kosovës me ninet e saj gjatë kohës prej kur është ka hyrë në fuqi e derisa po flasim më tash, fatkeqësisht më thonë që ka pas një numër të konsiderueshëm të shkeljeve të dispozitave kushtetuese nga institucionet e Republikës së Kosovës, nga personat varës të atyre institucionet të Republikës së Kosovës, për çka Instituti i Kosovës për Drejtësi e pat publikuar dhe raportin analitik me cilën për çdo qeverisje të partive politike pej shpallës pavarësisë e deri në ditën e publikimit të atij raporti i patëm nda me kapituj duke sqaruar se sa herë shkel Kushtetuta e Republikës së Kosovës nga qeveritë e Republikës së Kosovës dhe që si specifike atij raporti ishte që qeveria Kurti na dilte me numrin më të lartë dhe më të madh të shkeljeve që ja kishte bërë Kushtetutës së Republikës Kosovës. Qeveria duhet që të gjitha vendimet kushtetuese të gjykatës kushtetuese për obligimeve që i ka paraqur nga ato vendime t'i zbatojnë në praktikë dhe në tërësi dhe t'i evitoj të gjitha shkeljet kushtetuese që ka gjetur në ligjet të cilat kanë qenë të miratuara. Kujtojmë që gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës ka njohur si obligim kështu e quaj dhe që e kemi edhe vetë si Instituti i Kosovës për Drejtësi e kemi sqaruar që qeveria dhe kuvendi ende nuk e kanë kryer atë obligim paraqur sipas gjykatës kushtetuese që ishte ligji për pagën e sektorit publik që për zyrtarët publik që të brenda një periudhe 6 mujore të rievidentojë dhe të largoheshin të gjitha paqartësitë dhe të gjitha normat kushtetuese në mënyrë që të hyjnë në fuqi dhe kujtojmë pej kohës ku ishte shpallur antikushtetues ai ligj e deri më sot ne ende kemi me një farë forme qeverinë dhe kuvendin që nuk i ka eliminuar këto dobësi të këtij ligji. Gjatë këtyre viteve autoritetet e shtetit her pas here kanë bërë shkelje, dikush ka bërë shkelje më të rënda, dikush shkelje më të lehta të kushtetutës, por nëse e shikojmë si tërësi e konsiderojmë se kushtetuta është respektuar, se kushtetuta duhet detyrimisht të respektohet nga autoritetet e shtetit, se kushtetutën nuk mund ta shkelin qytetarët. Gjykata kushtetuese është një rregullator, të quaj kështu, një instrument i cili bën mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, po ashtu edhe bën interpretimin e kushtetutës dhe e bën interpretimin e ligjeve të cilat nuk janë në harmoni me kushtetutën. Është momenti kur gjithë qytetarët e Kosovës të jenë patriot kushtetues, ta dojnë kushtetutën, përndryshe kushtetuta është një akt i lartë edhe juridik edhe politik i cili e rregullon jetën shoqëri, është rregullator e jetës shoqëri dhe shtetet demokratike i kushtojnë shumë kujdes, domethënë respektimin e kushtetutës, sepse na jemi shtet në ndërtim, domethënë jemi në një farë lloj tranzicioni i cili është i zgjatur, por përkundër kësaj ne duhet të kemi kujdes që në të ardhmen mos kemi shkelje të drejtave të njerëzit, po ashtu edhe shkelje nga autoritetet e shtetit.